Kategoria e dytë që është, do të thoshja, më parë, më common, më e përgjithshme, është ajo që ne mendojmë që mund të harrim, që ta hedhim një listë me një goditje. Të vendosësh të bësh diçka do të thotë që çdo ditë nga pak ti kthehesh synimit kryesor. Dhe do të thotë që kjo nuk harriet me një veprim, është take massive actions, pra do të marrësh shumë veprime me njëherë. Çdo do të thotë marrësh veprime me njëherë, nuk do të thotë që të vrash të vraposh e të bësh gjithë gjërat me vrap me njëherë. Jo, kjo do të thotë që e para fare çdo ditë do të kesh një mendje e cila rinovohet në përputhje me objektivin që ke vënë vetes, me synimin që ke vënë vetes. Dhe kjo është një gjë ditore. Kjo është ditore që do të punosh me veten, sepse vështirësitë e para që do dalin, siç thash, do të bëjnë të vësh në dyshim synimin, atë që ti do të arrish. Duke marrë shkas që, okay, ndofta veprimi i parë që ti bën është i suksesshëm, ja vlen. Ndofta ajo vlerë që ti po sjell në treg është e shumë mirë pritur, njerëzit do ta duan. Por kjo nuk vjen me një veprim, duhet të kesh veprime në mënyrë të vazhdueshme. Pra nëse, të them, gabimi i parë ishte vrasja e entuziazmit dhe menjëherë lënia, heqja dorë, e dyta është nëse ti shikon që do të harish diçka dhe mendon që ta harish me një veprim, jo, duhet sër veprimesh në mënyrë të vazhdueshme. Edhe e treta që unë besoj që është ajo që mund t'i vër kapakun gjërave, është që ne kur merremi dhe bëjmë këto veprimet, zakonisht ne presim rezultatin të vijë që në momentin që ne bëjmë veprimin e parë. Nuk mund të kesh rezultat të shpejtë, sepse ajo që ne kërkojmë në veten tonë është të bëjmë një transformim, i cili në mënyrën që ne këtë gjë ne bëjmë për një synim sot, por mund ta bëjmë për çdo synimin tonë nesër. Pra për çdo gjë që ne vendosim, duhet fillim të kuptojmë që ka ndryshime të përditshme, të cilat sillin ndryshime totale, të cilat në fund fare sillin rezultate. Çfarë unë shikoj në 10 veta, unë shikoj 7 veta që dorëzohen pikërisht tek TS-ja, tek marrja e veprimeve, atje ku ata shikojnë që nuk janë rezultatet, nuk po vinë rezultatet. Dhe çfarë ndodh?